Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lusë Zotin të jeni mirë të gjithë pa përjashtim. Sot jemi shqyqyr Zotit në ditën e 6 të Ramazanit. Jemi në një mirësi të madhe që jemi në këtë muaj të bekuar, ose thënë ndryshe, Zotin e ka dashur që jemi në këtë besim, në këtë fe, që jemi me agjërim. Është mirësi e Zotit, sepse Zoti, si më thënë, këtë mirësi dhe këtë begati, do më thënë, ja jep atyre që i do fort, dhe ne, inshallah, ta'ala, jemi nga ata që Zoti i madh në don fort. Kështu që, elhamdulillah, shqyr Zoti i madh na ka mundësuar që të jemi së bashku. Nuk e di si jemi me zërin. Do më thënë, dëgjohet zëri? Në kundërshtim me fjalën e Zotit. Okej, o dëgjoka, okej, mirë. Elhamdulillah që i madhi Zot Allahu xhelalu, pra siç e thash edhe një herë, na ka mundësuar që të jemi në këtë muaj të begat, në këtë muaj të zgjedhur të Zotit, muaj i mëshirës, muaj i faljes, muaj i dashurisë së Zotit për njerëzit, muaj që Zoti i madh, domethënë, ju jep besimtarëve shansin që ata të fitojnë agjërim, të fitojnë kënaqësinë e Zotit. Me shpresën e Zotit, po e filloj me pyetjet, sepse shqyr Zotit, elhamdulillah, ka pyetje shumë. Domethënë, ju jep besimtarëve. Okej, pra thjesht u sigurova pak për zërin. Kemi një pyetje lidhe me pyetjen që u bë dje rreth tymit të duhanit, që nëse njeriu e thith ndonjë tym me dashje, edhe pyet një vëlla që është bletar, pra që merret me bletë, thotë ne vazhdimisht e përdorim ato tymin për të trembur bletët. Dhe automatikisht na depërton në trupin ton diçka nga i tymi. Përgjigjja ime ishte që i thash tani kur po vija këtu për të dhënë këtë pra takimin ton, i thash që jo, nuk e përfshin. Nuk e përfshin sepse nuk është dëshira juaj. Është ndryshe kur njeriu merret me tymra se e ka punë, dhe është ndryshe kur njeriu e thith tymin me qëllim që të krijojë, si më thonë, atë të mbushë atë boshllikun e vartësisë. Kur e bën me qëllimin për të mbushur boshllikun e vartësisë, prishet. Ndërsa kur e bën se e ka punë, nuk prishet. Pra është njësoj sikur ndjendem në një ambient ku pi njerëzit duhan. Në këtë rast nuk më prishet agjërimi. Ama nëse unë shkoj në një vend ku ka vetëm tym duhani, me qëllim që thith tym me që unë nuk pi dot duhan sepse jam agjërueshëm, atëherë në këtë rast prishet agjërimi. Mirë. Atëherë po filloj me pyetjet të cilat i kemi këtu. Thot, a lejohet ti provosh gjellat, a kanë kryp boll apo jo? Lejohet, dhe pastaj duhet me bështyr shpejt, pra duhet me hedh shpejt. Selam, thot, nga Eseni, aleikum selam, nga Franca, aleikum selam, nga Librazhdi, nga Deçani, gjithmonë Deçani futet me ne këtu live, nga Tirana, nga Vlora, nga Gjilani, aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh. Thot, atëherë ibadeti jam nga Hollanda, thot, agjërim të lehtë, kam një pyetje. A e kam gjuna që si foli burrit, fal namaz e agjeron, po nuk don? A e kam gjuna, thot, që nuk i flas burrit, fal namazin e agjeron, po nuk don? A e kuptova. A e kam gjuna si i fol burrit, fal namazin, A kam unë gjuna, thot, që i flas burrit, vazhdimisht falë namazin, a i agjeron, po nuk falë namazin. Jo, nuk ke gjuna, ke sevap dhe ke shpërblim që i flet burrit të falë namazin, ty Zotit shpërbleft. Shumë mirë bën që i flet burrit të falë namazin, shumë mirë bën. Allahu shpërbleft motër ibadetja. Vazhdojmë Milanoja, Venecia, aleikum selam, rahmatullah.
Si duhet të ndajmë rekatet e teravive? 2 selam, e kështu me radhë. Nga Italia, po Dujeva, po Gradeci, valikum selam, wa rahmetullahi wa barakatuh. Një imam më tha kur shkova në xhami që namazi falet 20 minuta më vonë se sa në kalendar. Shumë mirë, ka thënë imami, dëgjoje hoxhën. Si tha ai miku, dëgjoje hoxhën, tha. Kështu që dëgjoje imamin. Selam nga Shijaku, aleikum selam. Sura Mulk lexohet para gjumit dhe sura Sejd njëjtë, po. Të dyja këto sura është mirë që të lexohen para gjumit. Nga Verona, aleikum selam. Nga Franca agjeron vajza dhe gruaja, por unë pit cigare në shtëpi. A kam gjuna? Po Fatmir, ke gjuna. Mos pit cigare në shtëpi, ndërkohë që anëtarët e familjes agjerojnë. Të përshëndesim, thot nga fshati Hotel. Përshëndetje. Aman se ishte bërë nami për emrin. Ne dje faktikisht herën e parë mendum se ishte Hotel, pastaj e korrigjuam, po dje e lam Hotel. Unë kur ngrihem në mëngjes marr abdes, vesh çorapet dhe ditën kur marr abdes herën tjetër i bi me dorë të lagur mbi çorap. Shumë mirë vepron, ky quhet mesi mbi çorape. A lejohet të bësh analizat e gjakut gjatë agjërimit? Lejohet, s'ka asnjë lloj problemi. A na prishet agjërimi në qoftë se vjellim? Nëse vjellim me dashje, po. Nëse vjellim pa dashje, jo. Pra nëse ne e provokojmë, prishet. Nëse ne nuk e provokojmë, atëherë nuk prishet. Nga Split i Kroacisë, aleikum selam, zotë shpërblet. Po, vazhdojmë. A pranohet që të bëjmë hatme me shkronja shqip, po me kuptimin arabisht? Hatme bëhet vetëm me gjuhën origjinale. Selam nga Durrësi, aleikum selam. Gjë për 6 vite tani fal namaz nata. Duhet të përsëri subhaneke në fillimin e çdo 2 rekatshi, po. Në fillimin e çdo 2 rekatshi, kur jep selam, sa herë që jep tekbir fillestar duhet me thënë subhaneken. Nga Ferizaj, aleikum selam. Hixhami a e prish thot agjërimin? Hixhami, pra hixhamet kupat e gjakut nuk e prishin agjërimin, në mendimin më të saktë të dietarëve. A e prish agjërimin hedhja antidjersës dhe e parfumit gjatë agjërimit? Nuk e prish agjërimin. Kam pirë ujë, harrova që jam agjërueshëm. Nuk e ndërpreva. A më shprish Ramazani? Nëse ti je kujtuar edhe nuk e ke ndërprer, po. A më nëse ti duke pi ujë, duke pi, të ka rënë mend dhe e ke ndërprer, s'ka problem. Kush harron e ka dhurat nga Zoti. A më nëse ti duke pirë, je kujtuar, e ke thonë me qonë e nisa, po e bitis, atëherë tu ka prish agjërimin. Du me e bo synet djalin javën e 7, sa më i vogël, aq më mirë. Shpërja e gojës gjatë ditës her pas here. Mund ta bëjmë, nuk ka asnjë problem nëse është e nevojshme. Hoxh, Sara Sabahu, llogaritin një gjysore mas imsakut dhe jeni okay. S'ka lidhje, kara është çu. A pranohet hatme me Kurani? E tham një herë këtë. Nga Italia, aleikum selam. Nga Pez Helmsi, aleikum selam. Kam djalin 6 vjeçar, kam gjuna me shtit agjëroj ditën e parë të Ramazanit. E rëndësishme është me dashuru, jo me ja imponu. Linzi Austrisë, aleikum selam, rahmetullah nga Gjermania. Nga Deçani, inshallah do të vim Deçani, inshallah. A falet syneti sabahut sa hyn imsaku? E kemi dhënë përgjigjen, kemi thonë një gjysore mbrapa, 20 minuta minimumi dhe një gjysore maksimumi e pas.
nga Juniku, aleikum selam, nga Drenica, aleikum selam, nga Milano, aleikum selam. Veprat që bëjmë vlejnë vetëm gjatë kohës agjërimit apo edhe pas iftarit? Veprat që bëjmë vlejnë vetëm gjatë kohës agjërimit edhe pas iftarit, gjatë gjithë kohës, veprat e mira gjatë gjithë kohës. Kur falim Bajramin jashtë xhamie, a mund të falim 2 rekat namaz siç bëjmë kur hyn në xhami? Jo. Jo. Kur shkojmë në faltore, pra në namazja apo në shesh, për të falë Bajramin ulemi direkt dhe nuk falen 2 rekat. Në qoftë se ndërpresim agjërimin për një ditë, çfarë ndodh? Varet a ke arsye apo nuk ke arsye. Jam pa gjakësi, kam borxh me agjëru. Jam pa gjakësi, çfarë do thotë kjo? Ndoshta ka për qëllim jam me anemi. Konsultoni me mjekun specialist. Çfarë ti thot mjeku? Nëse mjeku specialist të thot që mund të agjëroni, agjëroni. Nëse mjeku thot jo, mos agjëro. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kur i lajmë dhëmbët del gjaka prishet, selam nga mezi, nuk prishet o vlla, nuk prishet. Allah. Lexojmë Kur'anin çdo ditë në xhami nga mësuesja që na ka mësuar shkronjën dhe në fund e bëjmë hatme, apo leximin e bën mësuesja deri në fund, ana pranohet dhe neve, inshallah taala. Hatmja është 2 lloje, hatme me lexim dhe hatme me xhim. Sa duhet të jetë kurbani për akika? Njësoj si kurbani tjetër. Austria, Mitrovica, Danimarka. Sa herë përmend fjalët e Zotit më rënqetet mishi, a ka shpjegim? Inshallah është gjë e mirë, është gjë e mirë. Selam nga Berati, mashallah, aleikum selam, nga Wolfsburgu, aleikum selam. A prishet agjërimin nëse Gilbazi po shkon nga një herë poshtë, përderisa është pa dëshirë, nuk prishet inshallah taala. Selam nga Kolonia Ersek, aleikum selam, rahmatullah. Nga Toronto, aleikum selam. Hoj, bën ta fillosh agjërimin sot në pamundësi për arsye shëndetësore, nuk e kam filloj dot vajza kur duhet s'ka gjë. Mund ta fillosh nga sot dhe ditët e kaluara i agjeron më pas. Selam nga Hamburgu, aleikum selam wa rahmatullah. A ka sunet para jacije? Nuk ka synete para jacije në mendimin më të saktë të dietarëve. Mund të falësh 2 rekat me sezanet e kamet, apo mund të falësh 4, 6, 8 nafile, po synet jacije nuk ka, nuk ekziston. A mund të marr pilula për të shtyrë ciklin që ta agjëroj gjithë muajin? Po, lejohet. A është në rregull që se falim sunetin sabat 20 minuta mbas syfyrit? Po. Selam aleikum, thon nga Dugagjini i ri. Wa aleikum selam wa rahmatullah, nga Tirana e vjetër. Fshati Menkulas i Devollit. Wa aleikum selam wa rahmatullah. Kam djalë 17 vjeç, nuk i fal të 5 vakte. A i prishet agjërimi? Jo, agjërimin ai le ta mbajë, inshallah Zoti më ja çel zemrën që ti fali 5 vaktet. A lejohet me të dasht pa kufi fi sebilillah? Wa aleikum selam Hamza, Allahu turit habibi, Zoti të nderoft, Allahu dasht. Selam nga shtëpia. Gjatë lutjes së sejdë ato ja përparësi lutjeve profetike që i di që i përshtaten gjendjes time, apo të lutem në shqip. Si duash, ato dhikri duhet bërë, ai që quhet dhikr duhet bërë patjetër, pastaj ti lutu çfarë duash. Jetoj në Greqi dhe një shok më pyeti a do të mbash Ramazanin. Tash me dëshirë të madhe kam, por nuk e di. I thash nuk e di, i thash dash Zoti e mbaj sot pas 6 ditë po mbaj Ramazan. Elhamdulillah. Falënderimi qoftë Allahut sokol, elhamdulillah. Kam dëgjuar se agjërohet dita e parë dhe e mesdhit dhe në fund. Në Islam do të agjërosh gjithë Ramazanin, ku ka fillim mes fund. Në Islam do të agjërosh gjithë Ramazanin. Selam nga Klosi, wa aleikum selam wa rahmatullah. Jetoj në Greqi dhe jam rritur këtu i vogël, por jam me Ramazan agjëroj, por nuk mund fal namazin. Am quhet agjërimi, të quhet Mehmet, të quhet inshallah taala. Unë këtu do të çoj tani një link tani që ti ta kesh për
namazin, ta mësosh avash me shpresë Zotit. Ta çova Habibi, Allahu të rrit Zotit nderoft. Atëherë kam bërë analiza, më ka dalë analiza e Mpalgjaksi, e dham përgjigjen Fatmir më lart. Shif çfarë thot mjeku. Mos pyet hoxhën për këtë punë. Nëse mjeku thot mund ta agjërosh, agjëro. Nëse mjeku thot jo, s'duhet ta agjërosh, se do të bësh ilaçet, mos agjëro më vonë. A lejohet përdoret pompa për alergjin në gojë që është me ajër? Po, lejohet, e kemi thënë këtë edhe më herët. A e prish agjërimin me ban një operacion në sy? Operacion në sy, po. I vështirë është, unë mendoj që ajo ditë le të prishet, nuk ka asnjë problemi dhe agjëro më vonë. Nëse nuk shkakton ty kompleksitete, atëherë agjëro s'ka problem. Kam 2 fëmijë, djalë dhe vajzë dhe nuk i kam bërë akikan për asnjërin. Atëherë mundohet ta bësh sa më shpejt, kur të jepet mundësia. A lejohet të këndohet ilahi në namaz të teravis kur jepet selam? Jo, nuk është forma adhurimi ndaj Zotit ilahia. Ilahia është këngë që ka motivacione të caktuara, po jo në xhami edhe si forma adhurimi. Pastaj kalon bidat. Nga Austria është e mundur që kam ngacmime, çfarë mund të bëj? Do të kalojnë inshallah, mos e vrit mendjen. Imami në Amerikë tha duhet gjitha teravit të përfundoni jo vetëm 4 apo 8. Shumë mirë ka thonë imami. Dëgjoje hoxhën. Unë falë saban, po se dua ta mbaj Ramazanin në 4 ditët e mira. Unë falë saban, po se dua ta mbaj Ramazanin në 4 ditët e mira. Ramazanin ta marrësh gjithin, o Malvin, o të rritë Zoti. Ramazanin marrë gjithin dhe gjitha ditë e Ramazanit janë të mira. Nëse e pret për një ditë pa arsye agjërimin, duhet më u pendu, sepse ke bërë një mëkat shumë të madh. Edhe duhet më vazhdu Ramazanin prap. E këtë ditë pastaj duhet më kompensu. Pas tobës dhe pendimit për guximin për shkelur shejtërinë e kësaj dite. Një i njohshëm i jemi, pra një i njohur i imi, nuk agjeron Ramazanin, gruaja e tij, po ama gruaja i ka thonë me ta bë bukën ty që nuk agjeron, po tutna që po hyn gjuna. A hyn gjuna gruaja e tij që gatun atij bukën, po hyn gjuna. Këtë duhet me lënë pa bukë. Këtë tipin duhet me lënë pa bukë. Nga Berlini, aleikum selam. Përshëndetje. Nga Pisa, aleikum selam, agjerim pranuar gjithëve, Ferizai. A mund të falësh shtëpi teravit në rastin që nuk mund të shkosh në xhami? Po, mund të falen. Nëse falem karika, mundem me u bë imam? Pra kam për qëllim në shtëpi me bashkëshortën? Po. A duhet me bën një ditë për a duhet me bën një për ditë xhuma me ula apo vetëm të lajmi? Njeti me zemër, njeti me zemër. A ka të një shpërblimizimin e Kuranit në celular si në libër? Njësoj e ka shpërblimin inshallah taala. Kam djalin 5 muaj dhe sa herë që e marr në duar, falenderoj Allahun që ma fali. Për nga dashuria them, oj me like, oj dritë, oj diell, a mos bëj gjuna? Jo, nuk bën gjuna. Stresi zero. Stresi zero ose stresi në ngrirje. A prishet agjërimi nëse pim kogër pa ujë kur kemi tension të lartë? Me pi, jo, ama nëse e fusim poshtë gjuhës, siç është adalati ose adelati, lejohet. Selam nga Danimarka, aleikum selam tullah. Një xhuma arritën te jat, më pas plotësova 2 rekat, jo duhet të falsh 4 rekat, jo 2. Selam nga Gjirokastra. Aleikum selam Gjirokastra. Gjirokastra, jeni mashallah, kam qejf habibat e Gjirokastrës. Nga Atina, unë sot pjeva ujë disa sekonda pas i hyri sabahu. Varet, ke për qëllim mbas imsakut apo mbas i hyri sabahu 20 minuta mrapa. Këtu në Berlin, ora 4:40 përfundon syfyri. Mbas sa minuta mund ta fal sabahun plus 20. A duhet falen teravit nga 2 rekat apo 4? 2 selam. 2 selam në kështu me radhë. Është haram masturbimi pas iftarit për meshkujt të pakurorzuar? Varet, nëse e kam të domosdoshme, po faktikisht në Ramazan nuk bën fare, po agjërimi nuk prishet. Agjërimi nuk prishet.
Veprimi pastaj është nga nevoja, varet se çfarë çon njeriu në këtë veprim. Është e përshtatshme që të konsumoj shumë hurmë, shkaku që mos na bie sheqeri gjatë ditës, me marr rezerva në syfyr. Ja se na e bosi ai që kishte hungur 2 paketa hurma, shpifet diabeti pastaj. Nga Greqia hoxh a ka problem se piva ujë në orën 5:28. A duhet kalu koha apo më është prishur? Nuk e di se kur është imsaku në Greqi. Varet kur ka qenë kufiri i mbylljes. A ka dallim shpërblim mësimi i shkronjave arabisht me qëllim që të lexojmë Kur'anin dhe muajt e Ramazanit për krah muajve të tjerë? Mësoj inshallah vash avash. Ledionit ja kemi dhënë përgjigjen, Ledion, ta kemi dhënë përgjigjen. A prishet agjërimi të bësh avull me qëllim zhbllokimit hundëve? Varet sa e ketë nevojshme. Cilat lutje janë më të mira të bëjmë për babën që nuk jeton? Zoti jepi xhenetin, falë gjunafet, boja varrin kopshtë të xhenetit dhe ruaj nga zjarri i xhenemit. Dje nuk isha mirë më shëndet dhe nuk agjërova. Çfarë duhet bëj? Do ta kompensosh me një ditë tjetër pas Ramazanit. Selam nga Gallarata, provincia di Milano. Pas ka Gallarat në Itali. Okej. Selam nga Elbasani, selam. Cigaria e prish Ramazanin? Po Aleksandr, e prish. Amin gjithëve, kur jemi kohën e punës dhe jemi në teren, ai pin cigare menda dhe më pengon shumë. A kam drejt me i thanë mos me pinë në vetur? Ketë drejt me i thanë mos me pinë në vetur. Më tha nuk ka ardhë më hoxha me pi kafe të si are, rruga e Kavajës. Pse nuk në vjen? I thash do ta pyes. Është me Ramazan, thuj. Nuk vjen dot ku i është me Ramazan. Aleikum selam wa rahmatullah. A prishet agjërimi nëse dhurojmë gjak? Dhurimi i gjakut këshillohet se të jetë mbas iftarit. Dhurimi i gjakut të jetë mbas iftarit. Nëse jep dikush gjatë Ramazanit, le ta prishi sepse është e rëndë. Po nëse nuk e prish, e mban, nuk prishet agjërimi. Na pi falim taravit 8 reqat, 2 ka 2, cila është më drejt? Faleni siç i fal imami. Faleni siç i fal imami. Selam nga Pogradeci, aleikum selam. A mund ta mbyllim syfyrin 3 orë para orës si mbyllet? Kur dush mbyll, e rëndësishme është mos kaloj ora. Jam udhëtar për 28 ditë mysafir, duhet ta shkurtoj namazin dhe duhet i ketë drejtat e udhëtarit, i ketë gjitha, e ke statusin e udhëtarit. Shpesh më del gjak nga hundët, a prishet agjërimi? Jo. Adhurim dhe vepra që bëjmë veç agjërimit apo edhe pas iftarit, A mund në fund të hatmës t'i lutem Allahut që se vapi i kësaj hatme t'i shkojë nënës që është gjallë? I shkon edhe po nuk theti. Çdo gjë që bën fëmia i shkon edhe prindërve nëse janë besimtarë. Cilat janë arsyet që mos pranojnë adhurimet? Nëse shkelet ndonjë prej kushteve të tyre ose prej shtyllave të tyre, nëse bie sinqeriteti apo nëse bie pasimi ndaj profetit alayhis salam. Që një vepër të pranohet duhet plotësojë 2 kushte. Të jetë e çiltër dhe sinqert për Zotin dhe të jetë sipas metodikës së profetit alayhis salam. Nëse gjatë ditës gëlltitemi, se sigurisht na thahet fytja, prishet agjërimi? Nuk prishet. Jetoj në Greqi dhe piva ujë në minutën 5:28. A ka problem? Nuk e di se kur mbyllet në Greqi. O Geraldo. Geraldo, ta dham këtë përgjigje më herët. Tham nuk e dim orarin e Greqisë. Ne këtë tonin edhe me zore kena mësuar përmend. Selam nga komuna e Hanit të Elezit, fshati Gorand, Zoti shpërbleft, amin edhe juve. Hoxh më ta bëj një pyetje, këtu një herë kur e kanë pa një shej si të kaftë të durve, kanë thënë se des dikush nga familja, larg budallëve. Aman, larg budallëve. Mund të falemi tani direkt sa futet sabahu? Apo të presim 20 minuta minimalisht? Duhet me prit minimalisht 20 minuta. Ditën e djeshme nuk kam agjëruar për probleme shëndetësore. Ta dhash përgjigjen më lart. Ina, ta dhash përgjigjen më lart. Çfarë është mukabele? Mukabele do thotë ungulet njerëzit gjithë bashkë dhe lexojnë Kur'anin. Njëri lexon të tjerë dëgjojnë. Ky që lexon përmendesh dhe ata e hapin Kur'anin dhe e kapin gabimet e tij. Kjo quhet mukabele.
Derisa minuta mund shtyhet imsaku, rri korrekt kalendarit. A bëj gjuna nëse falem me letër sepse nuk di për momentin nuk bën gjuna. Je mashallah, je okay. A e prish agjërimin pikat në fyt, medikamente, nëse fusin pikat direkt në fyt, prishet, nuk ka dyshim. Kur marr abdes më duket se kur më vin gaze, si të veproj. Stresi zero, hiç. Ose vetëm mendin. A duhet me paguar thot zeqatin që japim UHA për ato para, për lekët që kemi dhënë borxh thot, që kemi dhënë UHA, atëherë për ato lekë që kemi dhënë UHA, nëse huaja është e sigurt, pra borxhi është i sigurt, i llogarit sikur i ke. Nëse borxhi është tralala, ai atëherë nuk i llogarit derisa ti marrësh. Unë e lexoj Kur'anin në gjuhën shqipe, më njihet si hatme, po quhet hatme në gjuhën shqipe. Nëse e gëlltitin përshtymen, gëzim e dham përgjigjen më lart. Nuk po bëjmë shumë adhurim pasi kam 4 fëmijë të vegjël. Elhamdulillah, Zoti shpërbleft, fal namazin, lexo Kur'an, bëj dhikr, je në rregull, je mirë. Me 4 fëmijë, mashallah. A e prish agjërimin ngrënia e lëkurës së mizvakut? Jo, mos hani mizvak gjatë agjërimit. Po nëse udhtoj me avion nga Gjermania në Kosovë, do të më mbajt Ramazan atë ditë, lejohet që më e prish. Nëse do më mbajt, lejohet më e mbajt. A mund të fal vetëm në shtëpi teravit? Po. Nga Austria lejohet me fal teravit vetëm në shtëpi me telefon në dorë për të lexuar Kur'an më tepër, falu një herë në xhami, pastaj falu në shtëpi sa të dush. Të në Milano, desha të di pse arabët i lejnë 6 euro hoxhës, se kam kuptu. Sa i lejnë? 6 euro. Mashallah, e pas kanë kuptu mirë. Këta e pas kanë kuptu mirë muhabetin. Duhet me pyet abibo. Kush është ky? O dak. Pyetja abibo, pyeti, thuj faltoj, pse ja lini hoxhës 6 euro? Se ndoshta ju mushet menja dhe juve edhe ja lejni dhe ju hoxhës tuaj. Ferdi Ramadani, ta kam dhënë përgjigjen më lartë. Selam aleikum, selam. Orhan Ahmeti, ta kam dhënë përgjigjen më lartë. Selam aleikum. Sabah, falet suneti para apo farzi? Jo, falen sunetet 2 rekat, pastaj farzi. Orhan, të jam përgjigje më lartë. Nëse dhem lukthi ti thon stomakut apo ja po. Nëse dhem lukthi, hoxh, çka është problemi? A ka ndonjë sen të bëj me sihr? Jo, më shko vizitohu ke doktori, shko vizitohu tek doktori, shko fut atë, si quhet, kamerën, shko fut kamerën edhe ta shef doktori çfarë ke. Oh, Zot na fal. Gjëja më e bukur e këtyre përgjigjeve është kur futen këta dhe japin përgjigjen tjetër. Kjo është bombastike fare, kjo është njësh. Këtu kur jemi na i fal taravit si formula 1. Këtu kur jemi na i fal taravit si formula 1. Çfarë na këshillon? Sepse ai po i rrit marshet nga nata në natë. Shif një xhami tjetër, nëse s'ka falur në të dhe pastaj më vonë avash. Unë si vjet kam filluar të falem, por nuk ja di gjërat komplet. Avash, mos e vret mendjen. Pas stres. Unë tani do shkruaj këtu një link edhe merr këtë linkun inshallah taala. Avash, nuk ka problem. Televizori, selam. Vjena, aleikum selam. Gratë që falin xhumon ke xhamia është mirë, po shumë mirë bën që e falin gratë xhumon ke xhamia. Nëse o ton tjetër shtet gjatë udhëtimit me ndërprerje atë ditë Ramazanin, a ka problem? S'ka problem. A ka mundësi të dërgoni numrin e telefonit tuaj se kam një hall të madh? Jo, telefonin nuk ta dërgojmë. Bëhe pyetjen këtu si burrat. Sa herë përmend fjalët e Zotit më rënqethet mishe, ka ndonjë shpjegim të lutem ta dham përgjigjen më lart. Tham gjë e mirë është, elhamdulillah. Mirë, e mirë.
Orhanit ja kemi dhënë përgjigjen deri tani 28 herë dhe Orhani vazhdon të pyesi. Geraldos ja kemi dhënë përgjigjen nga Greqia 38 herë. Thot 528 ka qenë kufiri. Po mirë, s'ka gjë në rregull. A pranohet hatme për të vdekurit, për prindërit, për gjyshet lejohet, pranohet. Njerëzit që vdesin Ramazan, po nuk bëjnë namaz dhe vuajnë nga një smundje të rëndë dhe në Ramazan vdes, Zoti i mëshiroft, Allahu i mëshiroft. Pse arabët e kanë si obligim të i lejnë 6 euro hoxhës? Pyeti arab, do Habib. Pyeti arab, në rregull në arab. A prishet agjërimin që unë punoj tek një plak e pastroj? Jo, inshallah. Selam nga Korça, aleikum selam nga Korça. Nga jeti, vlla, pe Korçë, vlla, pe Korçë. A prish agjërimin pikat në fyt e dham, Orhan, e kena dhënë përgjigjen 49 herë deri tani. E nga një banane sot, por nuk e pash orën, kishe kaluar 5 minuta. Çfarë thot hoxha, çfarë të më shkreti? Bëj tobe dhe mbahet ditën e agjërimit. Agjërimi prishet nga tymi i cigares me dashje po pa dashje, me dashje. A prish agjërimin inhalimi me marr se kam infeksion mushkëri. Vallahi nëse është e nevojshme se prish. Selam thot nga Tirana, aleikum selam, e përshëndes nga Slovenia, aleikum selam. Unë jam i krishterë, thot, dhe dua të mbaj agjërim 3 ditët e fundit. Mbaje vlla. Mbaje. Zoti shpërbleft. Po më desh me shku në Itali brenda ditës, apo me majt Ramazan, se nuk du me prish. Po, nuk ka problem. Nga Chicago, aleikum selam, rahmatullah. A mundë me mu fal vetëm me gusull pa marr abdes? Po, nëse e bën jetën e gusull, po. Jam në punë prej ora 7 deri në 6:15. Desha me ditë se e prish punë, nëse rregullisht i fal vetëm farzët dhe namazin e drekës dhe ikindis gjithmonë i bashkoj. Nuk prish punë se fal vetëm farzët, por nuk lejohet me bashku drekën me ikindin. Do të falet gjithë secila në kohën e vet. A e prish Ramazani për hijamet e dham përgjigjen pak më lart. Hoxh, s'po më kthen përgjigje, jam shumë herë që po u shkruaj, a bëj gjuna që po falem me letër se jam fillestare? Nuk bën gjuna, e kemi thonë përgjigjen më lart. A e prish agjërimin pikat në fyt? La ilaha illallah. Për çështën e zakatit, për çdo vit njëta pasuri rri pa konsumuar në bankë dhe për çdo vit duhet të jepet zakatit, po, për çdo vit duhet dhënë zakatit. O futen punë ose më ka dalë gjumi. A mban me bon një tash, mos e vrit me në rregulli. Mos e vrit me një stresi zero. A e din të vdekurit se ne tani jemi në Ramazan? Vallahi nuk e di për Zotin, s'kam kontakt. Nuk kam kontakt, nuk kam as WhatsApp, as email të tyre. Selam nga Roma, aleikum selam. Unë jam shofer, a lejohet agjërimi pasi konsiderohem supermutar? Lejohet, po mund të agjërosh. Shati hotel, e kuptum, pa edhe dje, na e sqarum dje. S'kam përgjigje të pyetjes, vallai nuk e kam pa oferdi, sepse këtu vin i mi pyetje Allah. S'kam përgjigje thot pyetjes. A lejohet 2 orë para kohë me ndërprer ngrënien dhe pijen dhe 1 orë para me pi ujë? Po më lejohet, nuk ka problem. A lejohet ta gjëroj sepse kam probleme me tensionin? Pyesni mjekun specialist, çfarë të thot mjeku. A prish agjëri 5 minuta pas mbylljes së fyrit? Se thash mos e lija kafen, jo, kafen mos e lër. Le të kaloj koha, kafen jo. Kafen mos e lër, mashallah. Okej, duhet ta mbyllim tani, unë shoh për Zotin shumë pyetje këtu, por nuk kam çfarë të bëj vallahi bilaj.
sepse duhet të shkoj edhe unë të fal namazin në xhami, që mos jemi nga ato që thonë bëj si them unë, po mos bëj si bëj unë. Ajde, Allah ju rrit, selam aleikum wa rahmatullah. Zoti ju nderoft.